Unë sot jam ngjitur në Babje, në lagjen e Qershizës, por në zonën e Qyrazit. Është një vend i mrekullueshëm, me banor të shkëlqyer që mbajnë gjallë dhe jetësojnë këtë vend. Por, edhe nga sa ata trajtojnë të gjitha çështjet, janë të harruar për vite e vite tëra. Edhe rrugën që është bërë, e kanë bërë me parat e tyre. Absolutisht këtu prodhohet gjithçka. Mbi zotëron blegtoria, por gjithë kulinaria është e bëshme. Unë i garantova këta banor se mbas datës 25 prill, mbasi Partia Demokratike të vijë në pushtet, ka një plan të mirë organizuar dhe do ta jetësojmë që të bëhet kjo zonë atraktive e vizitueshme nga banorët të Librazhit, Elbasanit, Mbadje dhe Mëgjer. Por ju garantova banorëve se do të lidhemi me qafën e Gajorit, që të dalim në Vilan, në Sopot, pse jo të kthehemi në Stravaj dhe në zonën tjetër të Gjinarit. Unë edhe njëherë, nga kjo pikë e lartë, por shumë afër me qytetin, i falenderoj këta banorë që kanë ndenjur këtu edhe me shumë sakrifisa dhe kërkojnë dorë dhe ndihmë nga ne. Ne u parashtruam atyre planin ton dhe ata na besojnë dhe do votojnë në datën 25, numrin 9, Partinë Demokratike dhe kryeministrin e ardhshëm zotin Lulzim Basha. Por edhe kandidatin ton të Librazhit numrin 3, zotin Lefter Gështenja. Unë edhe njëherë falenderoj nga zemra të gjithë banorët që banojnë këtu.